Unë me vajzat kam qenë pothuajse vetëm gjatë gjithë kohës, sepse ka qenë i ikur, nuk ka qenë këtu. Edhe momenti i divorcit, i ndarjes, nuk është se ka qenë Shumë traumatik për vajzat. shumë traumatik, domethënë që na iku babi nga shtëpia. Ne kemi qenë po vetëm. A ndjen ato një lloj diferencë në përditshmërinë e tyre që mund të jetë shumë e madhe? Unë kam bërë një punë shumë të madhe me veten, për t'i siguruar vajzave, për t'u dhënë atë qetësinë, sigurinë, që është çdo gjë okay. Biles unë shpesh herë, edhe gjatë kësaj kohe që jam tani në Tiranë, kur shkëputëm dhe shkojnë në Elbasan, ne mblidhemi bashkë të katër dhe hajmë dreka dhe darka bashkë. Fundet jo gjithmonë janë Jo, të dimshëm janë, edhe për të vajtuar. nuk ka pse të jetë dramatike. E kanë kaluar atë pjesën e vështirë, por nuk ka pse të jetë dramatike divorci. Ne jemi këtu, unë ashtu i them vajzave, ne jemi po këtu, babi është po këtu. Kjo Unë është jam e po rëndësishme. këtu. Mërsida, preke një moment për ndjenjën e fajt, gjë të cilën unë e shikoj shumë të gratë të vajzat që janë afër një vendimi ose kanë marrë një vendim, janë të divorcuara dhe ndjen jo vetëm faj, po ndonjëherë ndjen edhe një sens të përgjegjësisë. Duket sikur ish partneri i tyre s'do mundet tani ta bëj jetën pa to, sepse ishin ata që bënin çdo gjë në shtëpi. Pra lidhen pak bashk faji dhe përgjegjësia në këtë pikë. Nuk e di nëse e ke ndjerë dhe ti. E kam ndjerë dhe kam bërë shumë gabim. Femrat nuk duhet të ndjejnë faj. Aq më tepër kur ka dhunë fizike, psikologjike. E drejtë, është e lehtë që është tani në këtë fazë Marsida kur ti e ke kaluar, por në ato momente është shumë e vështirë të bësh reagimin e duhur, apo jo Jona? Është e vështirë të shpëtosh edhe ndjenjave të fajt, apo Çdo emocion në të vërtet ka një funksion, edhe faji ka funksionin e vet, që na bën neve të reflektojmë më shumë për atë që ka ndodhur në jetën tonë. Unë e di që ne tani mund të shkojmë dhe të themi mbase nuk duhet të kisha ndjerë këtë emocion apo atë tjetër, por sidoqoftë është një proces edhe ai ti ka rënë në kontakt me atë emocion, e provove dhe tani po e gjykon thua nuk është e drejtë që unë ta ndjej apo ta vazhdoj të ndjej si faj dhe sot. Ajo që mund të them është që kam pas shumë ndjesi jo të mira, faj, turpi, dhe kam gjetë veten në një moment caktuar të jetës në shumë grop, në shumë errësirë, dhe nuk po dija të dilja. Aty kam kërkuar ndihmë. Po e përmendë në fakt ankth dhe depresion the. Çfarë pe tek vetja për momentin tënd më të errët kur the depresion? Qoftë edhe ankthin, përjetove mungesë dëshire për të bërë gjëra, përjetove pagjumësi, me ushqim, ndoshta s'ke pas dëshirë të shtuar. Të gjitha këto. Pra këto simptomat klasike të depresionit i përjetove. Të gjitha këto. Edhe kam kaluar edhe të pjesën ku e gjeja veten shpesh herë që bëja një skenar të trurit se si të vrisja veten. Ke pasur dhe këto mendime? Kam pasur. Ke pas vetëm mendime apo edhe tentative? No, vetëm mendime. Sa të zgjati kjo periudhë? Më ka zgjatur goxha. Më ka zgjatur goxha. Mua më ka zgjatur shumë vite. Me vite? Sa vinte edhe bëj më e rënd. Sa vinte edhe bëj më e rënd. Po ti si mendoj, ndërkohë që po përjetoj këtë gjendje, të dukej vetja çuditshëm apo më dukej vetja çuditshëm? Përveç teje, të tjerët rreth rrotull, familjarët, njerëz që ti kishe kontakt të përditshëm, vinin në re tek ty diçka që nuk shkonte, i kishe të dukshme, dua të them, simptomat, apo e mbaje këtë forcë? Askush nuk e ka vënë re sepse unë kisha maska. Dhe dija të mbroja veten. Se mendoja se kisha unë gabim, nuk kisha unë mirë. Që do thotë funksionoje së jashtë? Që do të thotë që jashtë isha okay, e mbaja veten, dilja, brenda isha tjetër gjë. Është e shëndetshme kjo Jona? Jo, ndodh kjo gjë, një lloj depresioni funksional, siç e kemi hapur në një moment, sepse depresioni funksional do thotë që ti ke gjendjen brenda teje, por funksionon gjithsesi dhe shumë njerëz e bëjnë këtë. Pse ne surprizohemi në disa raste që kemi njerëz të cilët humbin jetën, pra bëjnë vetvrasje sepse ata nuk duken së jashtëmi, njerëzit e kanë të vështirë ti kuptojnë, qoftë edhe profesionistët bëjnë maskën siç e përmendi dhe Marsida, aq të fortë, të ngjitur me paraqitjen me pjesën e jashtme, sa nuk dallohet. Sa e kanë të vështirë edhe ata që jetojnë çdo ditë me të për të kuptuar. Po që ka rrezikshme. Po patjetër që është e rrezikshme sepse aty duke mos kuptuar ti nuk mund ta ndihmosh personin tjetër, sepse ata vet nuk e kanë edhe idenë që duhet të kërkojnë ndihmë.
mendojnë se gjendja është normale, është bërë pjesë. E kuptoj. Prandaj pyeta Marsidën sa kohë kishe, dhe tha me vite. Kështu që duke qenë me vite, kjo gjendje me ty të duket shumë familjar, duket diçka normale, çuditshme me ty. Por absolutisht nuk është e shëndetshme. Sepse ato mendime më pas duhet një punë që ti heqësh. Normale nuk më dukej, po nuk dija se si të dilje nga gjendja. Kisha turp të kërkoja ndihmë. Më duket sikur do gjykohesha, sikur s'm kupton të njëri. Këto janë mendimet klasike që një person ka. Tur për çfarë? Tur për çfarë? Për faktin se ti ndihesh e keq. Se ndihesha keq, kisha tur. Sa gabi. Kjo gjë është shumë. Marsida, ti ke motra vëllezër apo je vetëm? Po, kam një motër më të madhe dhe një vëlla, po. Përveç mamit dhe babit që ndoshta e patë më të shfaqur pjesën e mospranimit me motrën dhe vllajën. Ja, tjetër natyrë, ata kanë familjet e tyre dhe nuk është se janë përfshirë shumë. Po njerëz nuk e pasur në atë kohë askënd që ti të flisje? Jo, deri në momentin që shkova te psikologja. Asnjë moment. As shoqja. Jo. Se ndihmon ndonjëherë edhe të flasim me dikë. Unë shpesh herë ju them njerëzve që flas në terapi, nëse ata kanë folur më herët këtë gjë me dikë tjetër, që të ta flasësh është të dëgjosh veten. Po, ndihmon, por patjetër duke pas të njeriu e duhur që do dëgjon, nuk të bën të kundërt, nuk të gjykon. Pse? Sepse ti dëgjon veten tënde ndërsa flet dhe një pjesë atyre mendimeve i vlerëson ndryshe. Kur ti qëndron me veten, i mendon pa pushim çdo ditë, ato bëjnë pjesë e zakonshme dhe ndonjëherë dhe fuqizohen, bëjnë dhe më të ashpra me ty. Kështu që duke folur, fillon dhe shkrija një pjesë, siç tham ti e dëgjon mendimin që ke, edhe sikur ja ul atë rëndësinë që ka. Më vjen mirë që ti ke marrë ndihmë, se ndoshta edhe kjo mungesa e ndihmës. Po. Të kishte vështirësuar. Do ta kisha bën përpara? Po. Por që, okay, edhe kur e bëra në momentin. Si u ndjeve kur fillove procesin e terapisë? Po njëja vetën. Po filloja të çlirohesha, po filloja të jetoja. Mund të ketë ndodhur dhe kjo që ti e ballafaquar më në fund me realitetin që kishe të bëje, për shembull, në qytet, po shikoj gjërat se sa shumë, ndoshta norma po zbatoheshin, por që nuk të ndihmojnë as pak, sa shumë paragjykime kishte kundrejt teje, ti fillove ti si përfaqësore. Çdo gjë si përfaqësore. Megjithatë, jemi në pikën që Marsida ajo thot me vonesë, por e ka kapur momentin. Ka shkuar te terapistja, e cila e ka ndihmuar të zgjohet të njohë veten, dhe sot Marsida thotë që është një fazë të re të jetës së saj kur vlerëson lirinë, vlerëson mundësitë dhe thotë që ka gjetur një vete të re. Sa beson për të kuptuar anën psikologjike të Marsidës, sa beson ti që vërtet Marsida është në këtë fazë, është e realizuar apo është në proces të rigjetjes së vetes? Ne të gjithë në proces do jemi, shumicën e rasteve, dhe është mirë që të mos e mbyllim procesin, se gjithmonë procesi pasurohet, vendosen gjëra të tjera, pra nuk mbaron. Nëse ti e quan një cikël të mbyllur, një proces shërimi, do thotë që nuk je hapur të shikosh kundërshtrime të reja që ti mund të përballesh, sepse ndërsa ti je me procesin e shërimit, edhe jeta jote avancon. Ti kalon në stade të tjera, dhe kur kalon në stade të tjera, hapen porta të tjera, që do thotë duhet të jesh shumë e hapur për të parë nevojat që lindin të reja, vlerat e tua personale që ndryshojnë, kushtet, pritshmëritë e tua, kështu që ky proces po të lihet i hapur do ishte më mirë ndonjëherë. Vërtet. Dhe ti zhvillohesh gjithë kohën. Është të pëlqeu kjo apo po e shijo, po e përjeton aktualisht. Është e vërtet. Është një rrugtim shumë i bukur. Ndoshta është duke përjetuar përderisa. Edhe nga nisja e bisedës dhe deri në këtë pikë ku kemi mbërritur, shikoj edhe një ndryshim tek shprehja e syve të Marsidës, sepse në nisje të bisedës kishte një trishtim, ndërsa tani po shikoj që po ndizet drita. Ndoshta fakti që ajo arriti të bëjë këtë rrëfim, ndoshta fakti që po përballet me ty sot si terapiste, Marsit, ndjen një lloj përjetimi, një lloj çlirimi? Po, pak emocionet në fillim. Nuk është e lehtë asnjëherë të flasësh për më është dashur. Imagjinoj sa punë më është dashur që të vi deri këtu. Me besoj. Edhe gjatë kontakteve tona ka pasur disa herë po dhe jo, kthim pas, derisa pastaj vendosim. Po, unë do dal. Mendoj se sot ti po sfidon ndjesinë e turpit që i kishe shumë të nevojshme. Ti thoj edhe njerëzve, po edhe vetes, ndonjëherë kemi nevojë të flasim edhe vetes. Për t'i dhënë një fund atij emocioni që ti nuk e
paske shumë qef pjesën e turpit. Dhe mendoj se ky moment do bëj një fuqizim në këtë aspekt, sepse ti je pikërisht duke sfiduar. Nuk mund ta bëj ndoshta tani pyetje se si ti ndihesh, por ndoshta me kalimin e kohës do e ndjesh tek vetja më të çliruar këtë gjë. Mendoj edhe këtë pjesën tjetër që shumë njerëz aty jashtë do mendojnë që ka dalë të viktimizohet, por unë mendoj që kjo është një forcë e jashtëzakonshme që ne femrat kemi për të dalë dhe për të bërë sadopak për të dhënë një mesazh për femrat e tjera që ndodhen në të njëjtin situatë. Jona, çfarë do t'i thuash ti Marsidës sot si një grua që do t'ja nis nga e para? Marsida ka pasur shumë fillime, mendoj, pra fillime qoftë në momentin kur ka filluar bashkëtoj me dikë, momentin që ka bërë fëmijën, momentin që ajo ka prekur profesionin për herë të parë, ka prekur një shtëpi tjetër, ka gjetur veten një vend tjetër. Kështu që këto janë shumë fillime të reja për të hapur një fillim të re, nëse patjetër fillim të ri, nëse Marsida e kërkon një ndryshim akoma më të madh tek vetja, mendoj se mund ta bëj sepse e ka stërvitur veten për të arritur deri këtu, ose për të kërkuar një fillim tjetër. Unë e mirëkuptoj shumë në gjithë procesin që kanë bërë dhe momentin që është këtu para nesh dhe para njerëzve për treguar historinë e saj, e di që nuk është as pak e lehtë të vish dhe të flasësh për historinë tënde, kështu që unë të jap një vlerësim për pjesën e guximit që ti ke, do të thënë është patjetër ajo që themi shpesh për të mos u bërë përsëritës, se sa shumë ndihmoni njerëzit e tjerë, përveç vetes, por duhet ta dini që ndihmoni pafund njerëz tjerë që e gjen veten te historia e juaj. Shumë faleminderit për të gjithë bisedën, edhe për këshillat, edhe diçka të fundit që do doja të thoja për gratë, për vajzat, duheni veten shumë. Aty e keni forcën tek vetja. Dhe keni besim që mund t'ja dilni gjithmonë.